Në kuadër të fushatës për zgjedhjet lokale, kandidati i Partisë Demokratike për Bashkinë e Tiranës, Alin Kosova, ka zhvilluar një takim me bluzat e bardha. Kosova ka kërkuar mbështetjen e kolegëve të tij mjek për ta nxjerrë fitues në zgjedhjet e 21 qershorit. Pas takimit që zgjati rreth 20 minuta, vetë kolegët pranuan se do të jenë krah Kosovës në zgjedhjet e 21 qershorit, duke e konsideruar të duhurin për të shërbyer kryeqytetit. Jemi të kënaqur që një kolegi yni, një mjek me një emër shumë të mirë, profesional, po ashtu edhe të suksesshëm nga pikpamja organizative dhe drejtuese, të përfaqësoj të gjithë qytetarët e Tiranës. Besoj shumë që me moshën e tij, eksperiencën e tij të madhe, vjen këtë radhë si një kandidat për drejtimin e Bashkisë së Tiranës, besoj jo për t'ju kërkuar ato çfarë ka bërë për to, por për të dhënë edhe më shumë për qytetin dhe për qytetarët e tij. Alin Kosova nga radhët e mjekësisë është kandidatura e Partisë Demokratike për zgjedhjet vendore të 21 qershorit, të cilin kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha dhe ish kryeministri Berisha e kanë cilësuar si kandidatin e duhur dhe të merituar për Bashkinë e Tiranës.